Me atë sa po e kuptoj, muaji Ramazanit është shumë i shenjtë për juve kështu si banora, e agjeroni? Është i shenjtë, e agjerojnë, bile sidomos tash, është për më çuditë nëse përpara unë e muaj mend, para lufte nuk ka qenë kaq me intensitet lartë respektimi i muajit Ramazanit. Tash sidomos të trit, pak jam të befasuar për të mirë, sepse është një bindje fetare. Vile tash më shumë i kushtojnë rëndësi dhe majnë dhe agjerojnë të rinjit se sa të moshuarit. Shumë është interesante kjo karakteristikë, shumë interesante. Përveç kësaj, sa ka ndryshu jeta në përgjithësi prej më përpara e deri më tash? Çështja ekonomike tash dallon shumë më mirë se para luftës. Mirë, po disa gjëra nuk më pëlqejnë që kisha pas dëshirë mos me i humb disa tradita. Për shembull ka qenë respekti shumë nivel. E ka respektu i riu të moshurin, e ka respektu shoku shokun, e ka respektu fshatari fshatarin, i ka ndihmu në kohrat kur ka pas nevojë. Ndërsa tash kjo fatmirësisht të gjithë i kanë bërë mirë çështën ekonomike, pothuajse ndoshta edhe ajo ndikon që nuk ka nevojë shumë njëri për tjetrin, mirë, po më duket që respekti mungon tash, nuk është sikur ka qenë para luftës. Po unë këto e lidh më shumë se ndoshta populli shqiptar kur është lidhet më shumë ndërmjet veti. Damaneku është një ndër fshatrat më të rëndësishëm dhe më me traditë të komunës së Malishevës. Madje është i shtrirë në një zonë me toka pjellore, gjë që e bën të karakterizohet edhe nga bukuria natyrore. Madje historia e tij daton që nga mesjeta. Zë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e fshatit, pasi ajo është vatër e dijes dhe edukimit për fëmijët e Damanekut. Në shkollën tonë, çdo herë edhe të shtunave të dielleve na bashkërisht me stafin tjetër edhe punëtorë teknik na dalëm nga një herë edhe në shkollë, kështu që shohim ndonjë gjë që ndoshta është e nevojshme të rregullohet, bashkë me ta edhe rregullojmë edhe të dielleve dalëm në shkollë. Si është e diela edhe për nxënësit këtu në fshat? Por në fshat e diela është pak e mundimshme sepse mungojnë aktivitete dhe kështu që unë kisha pas dëshirë shumë shpejt që këtu të ndërtohet apo edhe të kemi ndonjë shtëpi të kulturës për nxënës që të kanë mundësi edhe të vinë ndoshta edhe ndonjë bibliotekë e fshatit që të vinë ndoshta edhe ta kalojnë kohën në bibliotekë. Ju gjithashtu keni përfunduar shkollën fillore